Portit Rinasit, një vend me prani të madhe policore, i sigurisë lartë, i monitoruar me kamera, megjithatë aty u zgjodh vendi për të bërë prit dhe për të vrarë Gilmando Danin, një emër i njohur i kriminalitetit në Shqipëri, i përkiste grupit të Emiliano Shullazit, bashkë me të mbeti vrarë dhe personi që e shoqëronte në makinë, Muçi Shaljani, ka mbetur i plagosur rënd dhe ndodhet në spital. Muçi Shaljani, i cili është njëkohësisht edhe agenti policisë në agjencinë e mbikëqyrjes policore. Lidhem tani me kolegun Klajdi Bolli që po e ndjek ngjarjen që pas momentit kur ajo ndodhi dhe vijon të jetë në aeroportin e Rinasit. Apo jo, Klajdi? Edhe një përmbledhje bashkë me ndoshta nëse ka detaje të reja. Përshëndetje Paruca, jemi sërish këtu në zonën e aeroportit të Rinasit ku vijojnë të qëndrojnë forcat e policisë, siç kemi raportuar dhe më herët, pikërisht rreth orës 14:20 minuta. Një atentat mafioz me armë zjarre është shënuar ndaj Gilmando Dani, 47 vjeç, një emër i njohur, një nga njerëzit më të afërt të Emiliano Shullazit. Ngjarja ka ndodhur sipas raportimeve ku breshëri plumbash janë lëshuar drejt mjetit të 47 vjeçarit, një mjet tip Mercedes-Benz ngjyrë bar që shikohet nga këto pamje është endi në vendin e ngjarjes, ndërkohë që autorët ende nuk është e qartë me çfarë makine kanë qenë, po janë larguar drejt fushkrujës, ku policia tashmë në fshatin Halil ka gjetur një mjet i cili është djegur. Ndërkohë shtetasi tjetër, Muçi Shaljani Sheqeri, i cili sipas zburimeve është pjesë e agjencisë së mbikëqyrjes policore, prej 3 muajsh ka mbetur i plagosur dhe ishte me një mjet tjetër tip Toyota Yaris. Zburime nga policia na kanë konfirmuar se Gilmando Dani po vinte nga Barcelona dhe kishte pak minuta që kishte zbritur në aeroportin e Rinasit dhe për të ardhur drejt Tiranës, ku është takuar dhe është pritur nga miku i tij Muçi Shaljani Sheqeri. Paktën ky është emri që identifikon policia për shkak të mjetit të identifikimit që ka gjetur në makinën e tij dhe në bazë të këtij mjeti identifikimi është bërë dhe zyrtarizimi i emrit të personit i cili ka mbetur i plagosur pikërisht Muçi Shaljani Sheqeri, 40 vjeç, i cili, siç e thash, prej 3 muajsh është pjesë e mbikëqyrjes policore, a njohur ndryshe si AMP-ja. Ngjarja ka ndodhur në një kohë ku ka pasur një fluks shumë të lartë qytetarësh dhe mjetësh Paruca, siç e kemi parë, ka qenë dhe qytetarë të cilët kanë tentuar të ndërhyjnë dhe të hapin derën e mjetit të Gilmando Danit, i cili paktën nga sa jemi informuar është një mjet i blinduar, megjithatë ndaj tij është qelluar me breshëri plumbash dhe nuk ka mundur që ta mbrojë mjeti i blinduar, duke humbur jetën më njëherë pas pak minutash në vendin e ngjarjes, ndërkohë që Muçi Shaljani Sheqeri ka mbetur i plagosur në gjendje të rëndë dhe sipas burimeve nga spitali Traumës ai ka marrë një plumb në këngë dhe është në gjendje të rënduar shëndetësore nën kujdesin e mjekëve. Megjithatë, duhet të theksuar që Gilmando Dani nuk është një emër i panjohur Paruca për policinë e shtetit dhe për institucionin ligjzbatuese. Ai ishte ka qenë i dënuar me disa vite, me 7 vite burg në lidhje me ngjarjen e Hotel Volgës, ku është dënuar për kanosje. Megjithatë, në vitin 2023 është liruar pasi kishte kryer një pjesë të dënimit dhe është liruar me kurth. Gjithashtu, në vitin 2015, Gilmando Dani ka rënë pre e një atentati pikërisht në 5 i pari 2015, ka ndodhur ky atentat në zonën e Bërxullës në Tiranë, afërsi të mbikalimit të Kasharit. Ngjarja ka ndodhur atko rreth orës 19:30 minuta. Dhe Gilmando Dani ka qenë në një mjet me shokun dhe mikun e tij të ngushtë, Emiliano Shullazi, me një Golf 4 me targa 629 HR, ku kanë rënë pre e disa të shtëna dhe Gilmando Dani së bashku me Emiliano Shullazin ka mbetur i plagosur. Një ngjarje atko e cila krijoi konfuzion në policinë e Tiranës, pasi pak minuta më herët se ndodhte kjo ngjarje ku plagos Emiliano Shullazi dhe Gilmando Dani në rrugën e Kavajës, ka mbetur i plagosur disa shtetas të tjerë, sërish njerëz të afërt Emiliano Shullazi, pikërisht Pajtim Seriani, Denis Ramani, Ditmir Reçi dhe Roland Meta. Atko ky ishte pjesë punojës policie dhe pjesë e njësisë së forcave operacionale. Atko dyshimet e policisë dhe hetimet u përqendruan që dy ngjarjet kishin lidhje me njëra tjetrën, megjithatë paktën atentatorët e atentatit të Emiliano Shullazit nuk u gjetën nga policia. Tashmë ai është i arrestuar në burgun
rregullin 313 për disa vepra dhe disa akuzat të rënda penale. Gjithashtu Emilian Shullazi është njohur dhe me masa të reja sigurie për shkak se ka dalë në dosjet e prokurisë së posaçme për shkak të bisedave të tij në aplikacionin Sky ECS. Megjithatë, një nga njerëzit e tij më të afërt, pikërisht Gilman Dodani, është ekzekutuar ditën e sotme me breshëri plumba. Tu paruca si shikohet, Po dy pyetje të shkurtra kam, përveç ngjarjes që duket se është e qartë tashmë. E para, Gilman Dodani, viktima, është qelluar, ka mbritur nga jashtë në aeroportin e Rinasit para se të qellojë, që do thotë që ata që i kanë zënë prit kanë pasur dieni që ai po vinte nga jashtë në atë moment. Atëre parucat paktën nga sa jemi informuar, Gilman Dodani ka ikur nga Shqipëria në datë 7 nëntor dhe pikërisht është kthyer ditën e sotme.